Masakra e ndodhur në muajin korrik 2026 në fshatin Vidhisht të Roskovecit, ku Nertil, alias Refit Buzi, vrau me armë gjau ish vjerrin Kosta Plaka dhe ish vjerrën Belere Plaka, ka qenë një ngjarje e paralajmëruar dhe nëse do kishte pak vigjilencë nga ana e komisariatit të Roskovecit, ngjarja me 3 viktima do të ishte shmangur. Në këtë krim brenda familjes, vetë autori i krimit Refit Buzi vrau veten teksa ishte rrethuar nga forcat e policisë dhe efektivët e repartit special Renea. Gazetari Elton Qyno ka mësuar se para se të ndodhte tragjedia e rënd, policit kriminale të Fierit dhe ajo e Tiranës kishin marrë 2 denoncime shqetësuese nga ishe fejuara e Buzit, shtetësja Rosalinda Plaka. Në të dyja denoncimet ajo paralajmëronte një situatë të rëndë dhe se ishi fejuari i saj Refit Buzi e kërcënonte seriozisht se do e vriste, do të vras nëse ndahesh prej meje dhe nuk e përjetuar asnjë ditë e qetë nëse të shoh me dikë tjetër. Gjithashtu Refit Buzi ka tentuar ta dërgojë me forcë dhe me kërcënime në hotel, pasi i ka treguar për ngjarjen të vëllait të saj. Sipas denoncimit, Refit Buzi e ka kërcënuar edhe atë me fjalët "nuk do ta lë motrën rehat". Sipas dosjes hetimore, për denoncimin e bërë në policinë e Tiranës nga Rosalinda Plaka, uniformat blu në muajin nëntor 2025 kanë arrestuar Refit Buzin. Ai është lënë në masën e arrestit me burg për akuzën e kanosjes dhe përndjekjes, megjithëse apeloi vendimin duke kërkuar një masë më të butë sigurie, si arrest shtëpie apo detyrim paraqitje. Gjykata e Apelit Tiranë nuk i ka plotësuar dëshirën Buzit, pasi në 22 dhjetor 2025 ka vendosur të miratoj vendimin e gjykatës së shkallës së parë, duke e lënë në masën e sigurisë arrest me burg. Nuk dihet ende se në çfarë rrethanash ka dalë nga burgu Refit Buzi, por ka indicie dhe të dhëna se një gjyqtar në gjykatën e Tiranës ka ndryshuar masën e sigurisë së tij, duke e liruar nga burgu. Sipas dosjes hetimore të siguruar nga gazetari Elton Qyno, ngjarja është regjistruar më 17 nëntor 2025, rreth orës 19, pasi salla operative ka marrë njoftim se një shtetase që ndodhej në bulevardin Bajram Curri kërkonte ndihmën e policisë, pasi ishte kanosur me armë nga ishi dashuri i saj Refit Buzi. Policia e ka vlerësuar menjëherë denoncimin dhe ka arritur të lokalizojë dhe arrestojë Refit Buzin, por në momentin e arrestimit ky person u ka deklaruar policëve se bëhet fjalë për një pistolet loder. Nga kthyrja e vendit të ngjarjes ka rezultuar se në autostradën Tiranë-Elbasan, sapo u mbaron tuneli, pra ndaljes së parë është gjetur një send plastik i dëmtuar dhe i çmontuar në dukje armë. Lidhur me hetimet për ngjarjen është marrë në pyetje në cilësinë e personit që ka dieni për veprën penale dhe në kallëzimin e saj, Rosalinda Plaka ka deklaruar se ishi fejuari i saj Refit Buzi e përndjek dhe e kërcënon vazhdimisht, duke i krijuar një gjendje ankthi, pasigurie dhe frike. Sipas saj, para 2 muajsh ky person ka hapur një adresë false me fotot e tyre dhe ka kërcënuar që ta kontaktonte, ndryshe do ta degeneronte. Ka pranuar që të takoheshin dhe kur janë takuar, ai e ka futur në makinë duke e kërcënuar me fjalët "do të vras nëse ndahesh prej meje" dhe nuk e përjetuar asnjë ditë e qetë nëse të shoh me dikë tjetër. Gjithashtu ka tentuar ta dërgojë me forcë dhe me kërcënime në hotel, pasi i ka treguar për ngjarjen të vëllait të saj. Refit Buzi e ka kërcënuar edhe atë me fjalët "nuk do ta lë motrën rehat". Në vijim, Refit Buzi ka dërguar video intime shoqëruar me kërcënimin se do t'i publikonte në rrjetet sociale. Çdo ditë i dërgon mesazhe ofenduese dhe kërcënuese, duke e bërë të ndihet e pasigurt për jetën e saj. Ndërkohë, në datë 16 nëntor 2025, ndërsa ka qenë duke pirë kafe së bashku me kunatën e saj në lokalin ku punon dhe i vëllai, aty ka vajtur Refit Buzi, i cili me ton kërcënuesi ka thënë, nëse nuk vjen të më takosh, do bëj ekstremin në lokal. I vëllai i saj ka kërkuar që të largohet, por ai në praninë të tij e ka kërcënuar se nuk do të kishte asnjë ditë të qetë dhe nëse do ta denonconte kur të dilte nga burgu, do ta vriste. Për situatën e krijuar, Rosalinda ka njoftuar edhe familjarët e Refit Buzit, të cilët i kanë thënë se nuk kishin dieni që ai ishte në Tiranë, pasi prej gati 15 ditësh u kishte thënë se shkonte në Kosovë. Ata i kanë kërkuar që të mos bënte denoncim, pasi do të flisnin me të që të mos e bezdiste më. Pas këtij komunikimi me familjarët e Refit Buzit, ky fundit e ka marrë në telefon dhe e ka kërcënuar me fotot nudo që do t'i publikonte në internet. Më 17 nëntor 2025, rreth orës 10:30, tek hyrja e pallatit ka konstatuar ishte fejuarin Refit Buzi, i cili e kapi prej krau dhe i kërkoi kunatës së saj të largohet, pasi kishte diçka për të sqaruar. Kur ai e ka tërhequr, tek beli i tij ka konstatuar një armë. Kanë tjerë frikë pasi më parë ai e kishte kërcënuar që do ta shkrepte. Ndërkohë, i pyetur në cilësinë e personit ndaj të cilit zhvillohen hetimet, Refit Buzi ka deklaruar se ka kërkuar të takohet me ishte fejuarën për t'i kërkuar një shpjegim për arsyeën e ndarjes, pasi kishin qenë 8 vite bashkë. Për këtë moment është pyetur në cilësinë e personit që ka dieni për veprën penale dhe kunata, e cila ka deklaruar se më 17 nëntor 2025, tek hyrja e pallatit, kanë parë Refit Buzin, i cili
cili i drejtohet kunatës së saj me fjalët: "Për kokë të malos do ta shkrep." Më pas se ka kapur kunatën e saj nga krau dhe me dorën tjetër ngre xhupin dhe tregon armën. Të dyja janë djerë të friksuara dhe në rrezik për jetën. Më pas Refit Buzi e ka tërhequr kunatën e saj nga krau, ndërsa ajo bërtiste dhe qante dhe i thoshte: "Të flasim qetësisht, mos bërtit se ka njerëz dhe po na shikojnë, do ta shkrep armën." Për këtë ngjarje është marrë në pyetje edhe vëllai i Rozalindës, i cili ka deklaruar se motra e tij, njëi prej 8 vitesh me Refit Buzin, i cili para një viti është kthyer në Shqipëri. E motra i kishte thënë se e kërkonte nëpërmjet telefonit që mos të ndaheshin dhe se e shantazhonte me publikimin në internet të videove intime. Më 16 nëntor 2025, atë e ka marrë në telefon në Refit Buzi dhe i ka kërkuar të takoheshin. Në rast se nuk do të shkonte, ai do të vriste veten. Kur janë takuar e ka parë që nuk ishte mirë mendërisht dhe i ka thënë të shkonte tek shtëpia e prindërve në Fier për t'u qetësuar, ndërsa më 17 nëntor 2025 e motra e ka marrë në telefon dhe i ka treguar për ngjarjen. Lidhur me këtë ngjarje, policia dhe prokuroria e Tiranës kanë ngritur 2 akuza për Refit Buzin si përndjekje dhe kanosje. Prokurori i çështjes e ka cilësuar Buzin si person me rrezikshmëri të lartë shoqërore, pasi vepra penale për cilën ai dyshohet paraqet rrezikshmëri të theksuar shoqërore, por pavarësisht kësaj, nuk kaloi shumë kohë dhe Buzi arriti të dalë nga qelia duke sjellë më pas vrasjen e 2 prindërve të Rozalindës, marrjen peng të saj dhe më pas vetvrasjen.